A do ta braktisnit juve Zotin me kaq njohuri, me kaq dashuri sa Zoti ka dhënë me gjithë secilin prej nesh? A do ta braktisnim neve? A do të hiqnim neve dorë? Lutja dhe nxitja për gjithë secilin prej nesh është që të rritemi në hirin me Zot, të kuptojmë bërsinë e dashurisë që Perëndia ka treguar dhe tregon mbi gjithë secilin prej nesh. Edhe të kuptojmë se sa e rëndësishme është miqësia, marrëdhënia, nuk e di si mund ta përkufizojmë neve këtë me Zot. Çdo moment që kalon koha ne duhet të jemi më të rritur në hir. Nuk duhet të qëndrojmë një kohë. Është gjë e mirë për askën, do të thoya. Sepse Perëndia dëshiron më të mirën për ne. Pjetri e përshkruan shumë mirë te ky kapitull i Zoti thot, shiko thot, Zoti dëshiron që të gjithë të vinë dhe të pendohen. Sepse në një moment të ndryshëm ne mund të kemi qenë ose jemi njerëz që kemi lënduar dikë dhe meritojmë dëshkimin e Zotit, po përsëri Jezusi në kryq derdh gjakun e tij, edhe na pastron dhe deklaron përpara Atit që ky është i imi,